Ska mundësi me të dhënë أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون Lavdi takon vetëm Allahu Gjelle Shanuhu, I cili në librin e tij të ndershëm ka thënë, çdo person do ta shijojë vdekjen e pastaj të ne keni për të kthyer. Paqja dhe shpëtimi qomi pejgamberin ton Muhammedin alayhi salam, në lidhje me të cilën është shpallur, vërteti do të vdesësh, por edhe ata do të vdesin. Paqja dhe shpëtimi qoftë edhe mbi familjen dhe shokët e tij, të cilëve kur ndodhte ndonjë vdekje në familje tonin, ne jemi të Allahut dhe të kaj do të kthehemi. O Zoti ynë, më shërona me Kur'an të madhreshëm dhe na bën atë prej drejtë dhe rrëfyes dhe mëshirë, o më i mëshirshëm i mëshirues. Se vapën e kësaj që e lexuam nga Kur'ani ndershëm, dërgoi dhurat Muhamedit alayhi salam dhe të dashurve të tij, shpirtrave të besimtarëve dhe besimtareve, të gjallëve dhe të vdekurve, e posaçërisht shpirtit të këtij prindit të varrosur në këtë vend. O Zot, bëre varrin e tij një kopsh prej kopshteve të xhenetit, e mos e bën atë grop prej gropave të xhenemit. O Zot, përforcoje këtë vdekur në fjalën e vërtetë në jetën e gjithmonshme dhe bëje prej atyre që nuk do të ketë frikë as dëshpërim. O Zoti ynë, bërja shpirtin e tij të gëzuar, mëkatet e tij të falura,
veprat e tia të pranuara dhe jepja librin e tij në dorën e djathtë. Lësë llogarinë dhe furnizoje me të mirat e xhenetit nga mëshira jote, o më i mëshirshëm i mëshirues. O Zoti ynë, vërtet ne kemi dëgjuar thirrsin duke ftuar, beson e Zotin e juaj dhe ne besuam. O Zot, falaj mëkatet tona, shlynaj të këqijat tona dhe merr na shpirtin me njerëz të mirë. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. O vëlla besimtar, përkujtoj besën me cilën ke dalë për kësaj bote, dëshminë se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut dhe se vërtetë ringjallja do të ndodh, siç thot Allahu në librin e tij të ndershëm, prej tokës e kemi kriju, në tokë kemi për t'ju kthy, dhe prej saj kemi për t'u ringjallë edhe një herë. Kur vjen me laçë moshdëdhënës dhe qortuan nga ana Zotit mëshirshëm dhe të pyesin, kush o Zoti yt, kush o pejgamberi yt, cila është feja jote, kush o prisi yt, cila është kibla jote dhe kush janë vëllezërit e tu. Ti mos u friksas, mos u dëshpëro për atyre thuaj, Zoti im është Allahu xhalla xhelaluhu, pejgamberi im është Muhamedi alayhi salam, feja ime është feja islame, prisi im është Kurani, kibla ime Qabja dhe vëllezërit e mi janë besimtarë. Thuaj la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, nuk ka Zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi alayhi salam është i dërguari i tij. Zoti i forcon ata të cilët besojnë në jetën e kësaj bote dhe në jetën tjetër. O Zoti i madhrueshëm, bëre këtë vdekur prej atyre që do t'i ftosh duke thënë, o ti shpirti i bindur plotësisht, kthehu te Zoti yt duke qenë i kënaqur e pranuar me kënaqësi, hyn në mesin e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim. O Zoti ynë, mëshiroje këtë vdekur, falja mëkatet dhe bashkoje me shpirtat e të mirëve. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Lana dhe kanë hapur. O xhamat në emër familjes, familjarët ju falenderojnë për pjesëmarrjen këtë varrim, Allahu ju shpërblef, gjithashtu ja bën me dije që të pamet janë 2 ditë prej vendit ku ka dalë xhenazja. Ja bën një halal këtë përsjellje këtij vllau, këtij prindi deri në këtë vend. Allah në xhenet inshallah.